إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أنكم غدا بين يدي الله واقفون ستسألون عن أعمالكم وأقوالكم اللهم يسر لنا الحساب وقنا العذاب برحمتك يا عزيز يا تواب. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, unë dalëm në javën e kaluar pikërisht me ajetin kuranor ku i madhnueshmi Allah na drejtohet dhe thotë: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dhe ata të cilët luten dhe thonë: Zoti ynë, gratë tona, pra bashkëshortet tona, fëmijët tanë na i bëj të hajrit dhe ne na bëj prijes të devotshmëve. Nga këtu nis një kriter tjetër i besimtarit, që është kriteri që për gjithçka i lutet Allahut subhanahu wa taala. Edhe ato që për momentin ti e sheh që e ka në dorë një krijesë e Zotit, jo veç Zotit, jo, po e din që mund ta mbaroj ky këtë punë, fillimisht kërkoja Allahut. Dhe kjo është edukata me Zotin e gjithësisë. Ndaj dhe dietari i nderuar Sufjan ibn Uyeyne rahimahullah ka thënë: unë i kërkoj Allahut, i lutem Allahut edhe për kripën e gjellës. Pra, diçka që nuk ka ndonjë vlerë të madhe monetare, por unë i lutem Allahut subhanahu wa taala edhe për të. Pra, Allahu duhet me i kërku gjithçka, nga më e vogla deri tek më e madhja. Edhe ato gjëra të cilat i sheh që shiko se nuk është në pozitë që me ja kërkuar këtë krijuesit. Jo, gjithçka kërkoja krijuesit. Dhe gjithçka është në dorën e krijuesit. Ndaj, kriteri i këtij besimtari, virtyti i besimtarit, është që jo vetëm që lutet dhe i lutet vetëm Allahut, por din edhe se si ta drejtoj lutjen. Le të ndalemi së bashku, ata të cilët thonë: Zoti ynë, gratë dhe fëmijët tanë na i bëj të hajrit dhe gëzim për ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur domethënë për lumturinë e njeriu në jetën e kësaj bote, ndër të tjera ka thënë: arba'un min as-sa'ada, 4 janë faktorët e lumturisë së njeriu në jetën e kësaj bote, dhe ka thënë: al-mar'atu s-saliha, gruaja e mirë, gruaja e ndershme. Që do thotë që e kundërta e kësaj është faktori i kujt? I ta'ases ose i jo lumturisë. Ndaj besimtari din se çfarë t'i kërkojë Allahut. Pra kur ju luska Allahut, nuk ju luska thjesht: o Zot, ma mundso të martohem, e supozojmë, ose më jep një nuse, por një nuse të hajrit. Se edhe anasjelltas, edhe bashkëshorti, domethënë, edhe femra kur lutet për bashkëshortin e saj, patjetër, domethënë, të dy janë faktorët e lumturisë. Por kur lutet, din se si të lutet. Dhe kur lutet për fëmijë, por dhe kur uron për fëmijë, është bërë traditës, domethënë, që hajt me i çun inshallah. Ose të dhash Zoti i çun ose vajzë shëncika, po flas domethënë sikur se jemi mësuar ne.
një të hajrit, se mund të t'japi Allahu një tjetër që mund të mallkojsh ditën që ka lejë ai ose ditën që ke lindë ti. Ruajna Zot. Ruajna Zot. Allahu xhalla xhelalu e ka quajtur el malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmia janë stolia e kësaj dynjaje, e bukurisë së kësaj dynjaje. Por njeriu duhet di se të përhershmet, lumturia e përhershme është ahireti. Ndaj nuk duhet sakrifikojt për të përkohshmen atë që është e përjetshmja dhe e përhershmja, por të sakrifikojt të përkohshmen për të përhershmen. Kur të bjeri ndesh familja jote me hatrin e Allahut, prioritet ka hatri i Allahut dhe nuk duhet ta diskutosh. Falemndero Zotin për çfarë të ka dhënë të t'japi atë që s'ka shkuar në mend se mund të ta jap. Falendero Allahun për sa ke të t'japi atë që nuk e ke dhe nuk të ka shkuar ndërmend se mund ta kesh. Tregohet se sahabiu i nderuar Miqdad ibn al-Aswad, sikur se transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, thot teksa qëndronte me shokët e tij, pra jo me shokët e pejgamberit, por shokët e tij, njëri prej tyre ju drejtua dhe i tha Miqdad ibn al-Aswad, duke qenë se është prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, lum këta sy të cilat kanë parë të dërguarin e Allahut dhe kanë jetuar me të. Në çast thot u vrejt, tregoi zemrim në fytyrën e tij dhe tha: "Ç'keni që kërkoni diçka që Allahu nuk ua ka caktuar?" Pra Allahu nuk ta ka caktuar që të jetojsh me pejgamberin. Përse kërkoni diçka që Allahu nuk ua ka caktuar? Sa sy të cilët kanë parë pejgamberin alayhi salatu wassalam kanë përfunduar në zjarrin e xhehenemit nga fundi i idhët që ato kanë pas. Përse i kërkoni Allahut subhanahu wa taala një sprovë të cilët e kaluan të tjerët para jush? Para se të vinte pejgamberi, thot, ne jetonim në idhujtari dhe nuk na shkon të ndërmend kur se mund tjetë e vërteta e kundërta e saj që ne kemi. Derisa Allahu na çoi fen, na çoi pejgamberin, na hapi sytë e zemrës para syve të ballit, i besuam të dërguarit Zotit, u bëm hasëm dhe u bëm hasha me vlla e motër, me nënën e bab. Dhe u ndam, thot, me njëri tjetrin. Të gjitha këto janë sprova, janë sakrifica. Ja ka mundsu Allahu dikujt, të paktën falendero Allahun, thot, për atë që të ka dhënë ty. Falendero Zotin për atë që të ka dhënë ty. Mos thuaj sikur, as sikur. Dëshira do të ishte e madhe pa Allahu që të ka krijuar ty në një kohë, i ka ditë gjërat më mirë se kushdo tjetër. Ndaj të nderuarit e mi, bukuria e besimtarit pra qëndron në faktin që kur i lutet vetëm Allahut. Pajtohet me caktimin e Allahut, pajtohet me atë që Allahu i ka dhënë, shijon atë me të cilën Allahu e ka begatuar, dhe kur i lutet din se çfarë i kërkon Zoti të gjithësisë dhe jep sekretin e lumturisë që është familja. Familja është sekreti i lumturisë në këtë botë, të cilën nëse njeriu e humbet këtë lloj lumturie dhe nuk e gjen familjen e tij, zorë se mund ta gjejë dikun tjetër, të nderuarit e mi. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që duhet punojmë fort për familjet tona. Duhet përpiqemi fort për familjet tona. Duhet u kushtojmë kohë familjeve tona. Familja jon duhet të jetë prioritet mbi çdo prioritet tjetër. Ashtu siç pejgamberi alayhi salatu wassalam kur flet për njeriu më të mirë ka thënë, njeriu më i mirë, më i sjellshëm, më i dashur tek Zoti i gjithësisë është ai i cili është dhe më i sjellshëm me familjen e tij, dhe unë jam më i sjellshëm, më i mirë, më i dashuri ndër ju me familjen time. Duhet të lidhemi fort me familjen, duhet i kushtojmë kohë familjes, duhet kemi tolerim jo në fe, por duhet kemi tolerim në gjërat njerëzore me familjen tonë. Një burr nuk duhet kërkojë një skllave në shtëpinë e tij, dhe një grua nuk duhet kërkojë një lolo për të qenë burri i saj.
nga të fryj era të fryj dhe ai, dhe nga të fryj era e saj të shkoj dhe ky. Një burr duhet me qenë shtylla e jetës një familje. Dhe shtylla e jetës duhet jetë me urtësinë, me maturinë, me mençurinë, me të cilat e ka karakterizuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe jo me forcën fizike, forcën e zërit dhe ku ta diun gjërat e kësaj natyre. Lumturia tjetër janë fëmijët, por dhe privimi prej tyre ta dini se si ta dha dhe si nuk ta dha në dyja rastet kjo është sprovë për njeriu. Kur ja ka dhënë duke e sprovuar. Kur e ka privuar prej fëmijës, e ka privuar domethënë si sprovë. Janë dy sprova të ndryshme, por ama mbeten sprovë. Sprovë me cilën njeriu duhet të di se si duhet të bashkëjetojë, se si duhet të bashkëpunojë. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thotë se kur njeriu vdes, shkëputen veprat e tij përpos 3. Dhe ka përmendur ndërto fëmia i hajrit i cili lutet thot për të. Fëmia i hajrit i cili lutet për të. Që do të thotë që ati të cilin e ka begatuar Allahu me këta fëmijë, duhet kaloj kohë dhe duhet sakrifikoj mund dhe gjithçka tjetër për edukimin e tij. Sikur se sakrifikon për ushqimin, për veshjen, e ku ta di unë domosdoshmëritë e jetës, duhet të sakrifikoj gjithçka është e mundur për më kryesorën, që është edukimi. Nuk po them arsimimi, po them edukimi i tij. Se edukimi jo me do e mos vjen nga një sistem arsimor ku me patjetër që sistemi arsimor është i përfshirë në këtë edukim. Por edukimi i parë vjen në familje. Mësuesi i fëmijës tënd duhet të jesh ti. Jo me patjetër që ti mësosh ABC-n, tabelën e shumëzimit dhe gjërat e kësaj natyre, por ti mësojsh se si duhet me qenë njeri. Ti mësojsh se si duhet me usjell si njeri. Ti mësojsh se si duhet me jetu si robi i Allahut. Ti mësosh të mos i shkel të tjerët, të mos i nëpërkëm të tjerët. Ti mësosh se si duhet jetë modest me të gjitha krijesat e Allahut. Ti mësosh ato që pejgamberi alayhi salatu vesselam kur është pyetur se kush është njeriu më i lumtur, ai u përgjigj dhe tha: "Men as'ada an-nas", është ai i cili lumturon njerëzit. Ai i cili lumturon njerëzit me mirësitë të cilat ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe jo në kurrizë të fesë së Zotit, por në kurrizë të halallit. Ndaj kjo cilësi e pashmangshme në jetën e besimtarit u quka ti kërkojsh Allahu subhanahu wa taala grua dhe fëmijë të hajrit të cilët janë gëzim për ty në dynja, por janë gëzim për ty dhe në ahiret. Të lutem ty, i madhnueshmi Allah, na begato me të tillë, na bashko me të tillë dhe sikur se na ke bashkuar me familjet tona në dynja, në adhurim ndaj madhnisë tënde, na bashko o Zot në xhennet me Hazreti pejgamberin alayhi salatu wassalam. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdal kamilin. وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وسيد الخلق أبي القاسم محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. E vazhdon Zoti i gjithësisë dhe thotë: dhe na bëj ne për të devotshmit shembull. Shikoni sa bukur. Njeriu në dynja, deshja apo s'deshja ai, shembull do të bëhet. Dikush bëhet shembull për masa të gjëra, dikush bëhet shembull për familjen e vet, dikush mund bëhet shembull për një individ të vetëm. Ç'në si ka kjo? Çështja e numrave nuk luan ndonjë rol. Por e rëndësishme është që jesh shembull për diçka dhe Zoti thotë: dhe kur ti kërkojsh Zotit gjithësisë, kërkoj që shembull dhe model të bëhesh për të devotshmit.
bëhesh shembull i devotshmërisë, bëhesh shembull i dinjitetit, të bëhesh shembull i njerëzillikut, të bëhesh shembull i tolerancës me të cilën na ka begatuar Allahu, të bëhesh shembull i zemërgjërësisë, i ndihmës së tjerëve, të bëhesh shembull i dashamirësisë ku ja dëshiron tjetrit atë me të cilën të ka begatuar Allahu dhe ty. Dëshiron për tjetrin me atë që të ka begatuar Allahu dhe ty vetë. Të bëhesh shembull dhe model me fenë të cilën ti e përfaqëson. Ku ka gjë më të bukur, domethënë? Të ka begatuar Allahu me grua të ndershme, fetare, të mirë, të ka dhënë fëmijë të hajrit. Fëmijë i cili din se si me respektu prindin e tij. Ka qenë një ndër hoxhallar të mëdhtë Kuranit në shekullin e kaluar, Abdulaziz Uyun Sud rahimahullah. Ndër gjërat më të habitshme që kam parë në jetën e këtyre dietarëve që kam lexuar, në jetën e këtyre dietarëve është dhe fakti që thotë i kishte thënë Jati, mashallah Abdulaziz je zjat me babën. Mashallah je zjat. Thotë dhe kur ecte rrugës me Jatin, pra Jati ecte në trotuar ndërkohë që edhe pse kishte vend në trotuar, thotë ai ecte në asfalt që dilte një nivel me babën ose ndoshta diçka më i shkurtër. Pra Jati i thot, pa të keq, nuk është se kishe diçka për qëllim, je zjat, dhe i thonte, nuk duhet dal mbi babain tim. Ku ka më bukur, do më thonë, se të gëzojsh respektin, dëshurinë e fëmijës. Vjen një çast kur ti mund të plagesh për atë që ja ka bëu Allahu nasib, ja ka bëu risk më u plak. Dhe përjeton pikërisht ajetin kuranor ku Zoti i Gjithësisë thot, e nëse ndonjërin prej tyre apo që të dy i ka plon pleqëria tek ti mos u thuaj atyre as fjalën më të vogël, që nuk është fjalë. Nuk është fjalë, por është një shprehje, një pakënaqësie, është një shprehje, është një veprim që tregon domethënë një lloj lodhje, një lloj mërzitie, edhe këtë thot ti mos u thuaj. Pra ku ka kënaqësi më të madhe se sa ta jetojsh diçka të tillë? Ku ka gjë më të bukur se sa të jetojsh me diçka të tillë? Dhe na bëj pra thot o Zot për devotshmit shembull. Të lutem ty e madhnueshmi Allah na falë, na mëshiro, na pajisë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundso Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutem ty e madhnueshmi Allah të na i ruash familjet tona, të na i begatosh fëmijët tanë, ta begatosh vendin ton, ta bësh atë vend të sigurt dhe banorët e këtij vendi. Orientoj o Zot banorët e vendit ton për nga feja, për nga besimi. Na mundso Zot të prihemi nga njerëz të cilët të kanë frikë ty, por na mëshirojnë dhe neve. Të lutem ty e madhnueshmi Allah që halallin ta bësh të dashur për zemrat tona dhe ta bësh ato të mundur dhe të lehtë për ne. Haramin të bësh të urryer për zemrat tona dhe ta bësh të vështirë arritjen e tij. Të lutem ty e madhnueshmi Allah, çdo të sëmur Allah shëroje, çdo të stresuar, të brengosur, largoje Zot streset dhe brengat e hallet e tij. Çdo person i cili e ka kapluar pleqëria, ndihmoje Zot në kalimin e kësaj faze të jetës. Të lutem ty e madhnueshmi Allah për vëllezërit dhe motrat tona, veçanërisht në Palestinë, ndihmoje o Zot. Ju pra natyre derdh mbi ta dhe mbi ne, mbi të gjithë besimtarët mëshirën tënde. Të lutem ty e madhnueshmi Allah të na rikthesh në fenë tonë me një rikthim të vërtetë, rikthim pas cilit nuk ka më devijim, sikurse na mundsove të mblidhemi këtë vend me madhëruar madhërinë tënde, me treguar besimin tonë ndaj teje. Na mundsoi madhnueshmi Allah që të gjithë bashku, bashkë me familjet tona, bashkë me fëmijët tanë, dashamirët tanë, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤاد